Pas përhapjes së një video në rrjetet sociale dhe portale ku shihet ai duke u puthur me një vajzë, Drilon Rama ka reaguar ashpër përmes një postimi në Instastory. Në një shërim të gjatë dhe të detajuar, ai mohon çdo lloj lidhjeje romantike me vajzën në fjalë, duke theksuar se mes tyre ka ekzistuar vetëm respekt dhe mirëkuptim, por kurrë diçka më shumë. Ajo shpreh se video që po qarkullon është e vjetër dhe se vajza ka përdorur për interesa personale. Unë kur s'jam marrë me famë, me show, a me bo zhurmë për qef njerëzve, shkruan ai duke theksuar se kjo nuk është bota e tij dhe asnjëherë s'ka qenë. Por ai nuk e la me kaq. Ai pati edhe një goditje për Sarën. Duke marrë parasysh ndjekësit që ja pasionuan pas vetes gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e famshme në Kosovë, të cilët me ngul dëshironin një lidhje mes tyre, Driloni pati një koment për ta. Unë me atë personin që po mundoheni me mblidh, kur s'kemi qenë bashkë, shkruan Driloni duke shtuar se nuk kanë pasur asnjë kontakt prej më shumë se 2 muajsh dhe nuk kanë shkëmbyer asnjë mesazh. Ai tha se po përpiqeni të krijoni një realitet që nuk ekziston. Ju keni një film në kokë, e doni me çdo kush me bo realitet, thot ai duke kërkuar ndjekësve të ndalen me spekullime. Ai nuk lë pa përmendur as klonat që bën intervista apo i shkruajnë mesazhe provokuese, duke thënë se nuk do t'i marrë kurrë seriozisht. Unë luftoj për vete, kujdesem për karrierën time, deklaroi ai prerazi. Në fund Driloni falenderon të gjithë ata që kanë mbështetur që në ditën e parë dhe thekson se fokusi i tij janë vetja, familja, shqiptarët dhe ëndrat e tij. Ai pretendon se do t'i bëjë ndjekësit krenar dhe se do të vazhdojë të punojë për këtë.